Dje në varezat e qytetit të Tetovës ju dha lamtumira e fundit Idris Ramadanit, njeriut të fjalës, të penës, njeriut me qëndrim mirdashës, liberal, por edhe të matur e kritik. Idris Ramadani ka lindur në vitin 1945 në fshatin Orash të Tetovës, në një familje arsimdashëse. Edhe pse i kualifikuar në lëmin e kimis dhe të metalurgjis, Idris Ramadani pjesën më të madhe të jetës e ka kaluar si organizator dhe udhëheqës i jetës shoqërore politike. Gjatë jetës së tij të ngjeshur kanë ndjekur kurse të shumta, trajnime, seminare, shkolla të ndryshme dhe leksione nga njerëzit më eminent të kohës. Ai gjithashtu është dëshmuar si bartës i denjë dhe i aktiviteteve kulturore, artistike, sportive. Gjithnjë ka qëndruar në balë të proceseve reformuese duke luftuar të keqen dhe duke synuar vazhdimisht për prosperitetin e familjes, lagjes, fshatit, qytetit dhe shoqërisë në përgjithësi. Për shkak të problemeve shëndetësore është pensionuar para kohe, por i përshkuar nga altruizmi ka qenë tepër aktiv në organizimin e jetës fetare, pastaj në ristrukturimin e shoqatës së pensionistëve e kështu me radhë. Kohën e lirë ka kaluar kryesisht duke lexuar e shkruar. Në vitin 2009 ka publikuar udhëpërshkrimin mjaft origjinal Rrugtimi në përjetimet e një haxhi, i cili nga auditori u vlerësua si vepër e rrallë, libër klasik, fryti i përjetshëm. Në vitin 2011, Idris Ramadani publikoi veprën Komentimi i kaptinës Yasin të autorit Shefik Kurtiq, një përkthim i realizuar me mjeshtri nga serbo-kroatishtja. Përmbledhja e poezive Gjeli në qytet u botua në vitin 2012, ndërsa në vitin 2013 doli në treg edhe botimi elektronik Skena Mallëngjyese, një CD me interpretime poezish nga aktor të njohur. Kohëve të fundit e ka dorëzuar në botime dhe librin Me besim të thellë në jetë të mbar, një përkthim nga autori i njohur bosnjak Nerkes Smailagić, që do të botohet së shpejti. Në dorëshkrimi kanë mbetur edhe shumë tregime për fëmijë, të cilat gjithashtu shpresojmë të publikohen post mortem. Idris Ramadani, njeriu bujar dhe i fisëm, ka jetuar në një lagje të qetë të Tetovës, i rrethuar jo vetëm me dashurinë më të çiltër dhe më të thellë familjare, por edhe me respektin më të madh të mjedisit rrethues.